Mbledhja jashtëradhe e Këshillit Bashkiak Durrës u shoqërua me debate dhe replika mes këshilltarëve të maxhorancës dhe opozitës për 3 nga pikat e rendit të ditës. Përfshirja një pikë shtesë në rendin e ditës, vetëm pak para nisjes së mbledhjes shkaktoi debatet e para dhe më pas tërheqjen e anëtarëve të 3 komisioneve të KB-s për t'u njohur më në detaje me pikën nr. 4, që kishte të bënte me miratimin e vlerës së shpronësimit për pasuritë e paluajtshme që preken nga projekti TIC Durrës. Bëhet fjalë për 9 njësi tregtare, të cilave u ndryshon vlera e dëmshpërblimit, krahasuar me vlerën e miratuar pak muaj më parë. Ma vjen mirë që e keni sjell si material, por neve nuk jemi dakord për mënyrën se si po veprohet nga ana e bashkisë, edhe me Këshillin. Mbledhjet nuk mund vinë në 12 e 10 minuta materiali dhe të kalojnë Këshill. Koha dihet, duhet jenë 5 ditë punuese, ne sillim materialin sot, pas 5 ditësh mbledhemi prapë, neve këtu jemi. Me çështje pike veçante lejon rregullorja. E kuptova. Kjo pikë u miratua me 27 votat pro të maxhorancës, ndërsa opozita votoi kundër. Pika tjetër që ngjallin diskutime ishte ajo për miratimin e fondeve të trashëguara nga viti i kaluar. Opozita ngriti pretendimin se këto fonde nuk janë përdorur për t'i ofruar shërbime qytetarëve, ndërsa Bashkia përmes nënkryetarit Gentian Kallmi shpjegoi se parat do të shkojnë për kontratat që janë në zbatim e sipër. Të fondet trashëguara nga viti 2024, 1 miliard 494 milion 179.434 lek, pra flasim rreth 14 milione gjys euro. 30% e fondit, pra të gjithë ardhurat që ne kemi nga gjitha këto pjesë të hyrjeve që lexova pak më parë, Bashkia e Durrësit nuk i ka vënë në dispozicion të shërbimeve për qytetarët. Bëhet fjalë për fonde të trashëguara nga viti 2024 për kontrata të cilat janë të lidhura, investime të realizuara gjatë vitit 2024 dhe janë në proces zbatimi. Dhe pjesa më e madhe e fondeve të trashëguara do të përdoren për mbylljen e këtyre kontratave, financimin e tyre për realizimin e investimeve që ju sapo përmendët që nuk janë realizuar. Ishte pika nr. 3 që lidhe me ndryshimin e disa kompetencave të qendrës Fuqizojmë Komunitetin, e cila tashmë do të marrë 12 milion lek të reja, fonde nga programi social i Bashkisë Durrës për vitet 2025-2027, që ngjalli debate me tone të larta mes anëtarëve të KB-s. Këshilltari Ajda Harizi tha se propozimi i Bashkisë Durrës lë vend për aludime, ndërkohë që drejtoresha e shërbimit social, Mehmet Xhaferaj, dha shpjegimet përkatëse lidhur me pretendimet e opozitës. Bëhet fjalë të kaloj në këtë shoqat, jo qeveritare, edhe fondi i qendrës ditorit moshuarve, një fond rreth 120 milion lekë të vjetra që është dhënë në këto vite nga Bashkia e Durrësit. Me arsyetimin kur u pyetëm ishte që duke qenë që kjo qendër pas ka një nift dhe nga ana financiare është më kollaj të alokohen fondet nëpërmjet kësaj qendre, po dërim sot si i ka alokuar Bashkia e Durrës. Ka qenë me fondet e organizatave, ne i kemi marrë fondet e organizatave, nuk i kemi dhënë. Pnudi ja dha organizatës punët e veta se si ndoqi procedurat, që nuk i kemi hyrë ne. Me Bashki fati marrëveshjen që deri në momentin sa u ngrit shërbimin ne t'i ofronim ambientin. Tani që u ndërpren fondet, Bashkia ka detyrimin këtë shërbim të ngritur ta vazhdojë. Për këtë qëllim jemi këtu. E vetmja pikë e rendit të ditës që u votua unanimisht ishte ajo që lidhej me fondin e ndihmës ekonomike për muajin qershor.